lojrat e fatit ose kthimi i ligjit lojra fatit është domosdoshëm, për shkak se në rast se nuk e kthejmë, komu zhvillu në ilegalitet. E dyta, na kemi dëshmi që në shtetet fëqinje është të lujt nga Kosova, është të lujt me të madhe. Njëna prej elementeve që përmendet tu është fakti që aparaturat kanë leju me fut pare kesh dhe pretendohet që njerëz kanë mujt me shku me çanta dhe me i fut aty pastaj mu legalizu si paret legjshme. Është e vërtetë se ka mujt me i fut paret kesh, po nuk mundsh me përcaktu fitimin. Do të thotë ai në marrëveshje ndoshta në marrëveshje me një kompani ka mujt me ndodhë, po në bazë dhënave që kemi na kompanitë e lojrave të fatit, shumica prej tyre akuzohen për mungesë jo, po për shmangje tatimi, jo për tatim të tepërt. Do thotë që kanë deklaruar më shumë se që ka pas. Shumica ka pas që s'kan deklaruar mjaftueshëm. Do thotë nuk ka pas ndaj kompani e cila ka deklaruar më shumë se që është dashur. Kështu që nuk besoj që ka pas ndaj pjesë të shpëlarët paratë, të pjesa e aparatave. Momentalisht në Kosovë veprimtaria e lojrave të fatit është ndaluar me ligj, po jemi dëshmitar që është zhvillu veprimtaria ilegale e lojrave të fatit. A krijon tash kjo pasuritë e kundërligjshme që kërkon edhe ka nevojë më shpërla? Unë sekretari shoqatës në kohën kur i ndalu lojrat e fatit, kam marrë pjesë për debate ndryshme, një gjë kam thënë. Ndalimi i pjesës legale e krijon pjesën e ilegales. Kështu që besoj, nuk kam informacione të sakta, po që ilegalja vazhdon. Edhe kjo për fakt se është ndalu në mënyrë arbitrare prej sotit nesër, ishte me ka një mënyrë tjetër e ndalimit ose me qenë pak me kontrollune kur është ndalu. Prej këndvështrimit tonë, në cilë sektor tash mujnë më shpërla parat në vendin tonë? Si mas me mendoj ndërtimtaria. Edhe pse nuk kam informacione të sakta, po ndërtimtari. Çka mendon që ishte dashur më bëj që me mri të paktën me kthyni ligjshmëri në lojrat e fatit dhe më unis që kjo veprimtari e cila tash është po e dim është ilegale, me u kthy në legjitimitet dhe me nis me u kthy në norma ligjore. Unë mendoj se lojrat e fatit ose kthimi i ligjit lojra fatit është domosdoshëm, për shkak se në rast se nuk e kthejmë, komu zhvillu në ilegalitet. E dyta, na kemi dëshmi që në shtetet fëqinje është të lujt nga Kosova, është të lujt me të madhe. Kështu që ishte desh mu kriju një ligj i cili e mbron qytetarin, si ma herët e diskutum në privat edhe me kolegun e juj, cili e mbron qytetarin që mus me mujt me shpenzu shumë, edhe mu këthy një farë lloj në argëtim, sikur është Gjermania, që ja kufizon sasin e humbjeve të parave të vonshme. Dhe kjo mendon që është zgjidhja për vendin tonë? Unë mendoj është një zgjidhje e cila e pjesën e varësisë, thot e shumë të njerëzit, po mundësia me humbë shumë pare kufizohet. Do thot që krijohet një lloj argëtimi. Nuk ka mundësi më me humbë miliona, po humbë disa euro edhe hiqet edhe vesi. Jo që hiqet vesi, po e shumë vesin.